Çka është dallimi hoxh mes dhikrit edhe duas lutjes? Dhe cila është më shumë e rëndësishme kjo dihet. Dallimi mes dhikrit dhe lutjes. Dhikrit është të përmendurit e Allahut. Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub, Allah i thot Kur'an. Në të përmendurit e Allahut qetësohen zemrat. Çka përmendje e Zotit? Subhanallah, elhamdulillah, la hawla wala quwwata illa billah, subhanallah al-azim, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Do këtë janë këto të përmendurit e Allahut. Përmendje Allahun. Aptan. Madhrim ndaj Allahut. A ke vërejtën për shembull ka herë të duaja e kunutit. Këta mirë edhe në jetën tonë ta përditshmet, për shembull kur i ngrem durrën janë veti me bë dua. Na nuk shkojmë drejt te duaja. O Zot bëma këtë, o Zot bëma atë. Po çka do të më bëj? O Zot i madhrueshëm. Falëndrimet tona takoj vetëm ti, o i lartë madhruari jon. O Zot kërkoj falje tek ti. Na fal Zot, na fal gjërat tona. Do të thonë e madhron Zotin, e lartë madhron Allahun, janë dhikr. Subhanallah. Madhria ko mbi ty. I madhruar kofsh o Zoti im. Shkëlqësia, lartësia, këto takojnë ty o Zot. Kjo është madhrim ndaj Allahut, dhikri. Për shembull, nëse referohemi krejt dhikreve, subhanallah, lartë madhri, Allahu akbar, lartë madhri, apo subhanallah, subhanallah u bihamdi, falëndrim. Apo shef? Kejt astaghfirullah, kërkim falje. Kejt janë dhikre. E po mirë, çka janë duaja? Dhikri bën për madhrimin e Allahut, duaja për interesin tëm. Njëherë na, pra kur bëjmë dua, duhet ta madhrojmë Zotin, tani them o Allah, unë jam robi jot, bili robit tënd. Çdo gjë është në dorët e tua. Unë kërkoj prej teje, me emrat e ti të bukura, edhe cilësitë e tua të larta, me emrat e tu të mshefta, me cilësitë të shkaj kilon vetëm ti din. O Allah, e kam një breng, o Zot i madh, vetëm ti ma largon. Kjo është lutja. Do të thonë, e lartëmërdhon Zotin, tani kërkon për Zotit. Pse? Sepse Allahu kështu don. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot me një tjetër hadith, thot se kur lutni Allahun, lutni thot me bindje se ai përgjigjet, se Allahu azza wa jall. Allahu subhanahu wa taala nuk le lutje pa u përgjigjen. Ka binduni. Që thot Omeri radiallahu anhu, Omeri thot, unë nuk po e kam dert apo më përgjigjet Zoti apo më përgjigjet Zoti. Thot se jam i bindur se Zoti më përgjigjet mua. Unë thot dert thot po e kam, thot se po më kalon koha edhe s'pe luti Zotin. Sepse lutja nuk thehet mas. Nëse ne i plotësojmë kushtet e lutjes edhe ato shka i lyp lutja, bindo që lutja nuk thehet. Sepse on çat moment përgjigjet Allahu, o e len pak më vonë me ta ndi zonin tanë të ambël duke u ankutit e ai, se don të larmadhrohet, e treta o e le kur atje kemi më shumë të nevojë për në ahiret ku dalmi para Allahut azza wa jall. Domethënë, pa u përgjigj nuk e len. Pse? Allah se them premtimin e vet. Shumë ajete ka thënë Allahu, lutni mua, ju përgjigjem. Nëse robërit e mi më luten, unë jam afër. Ammen yujibul mutarra idha da'an. Kush është që i përgjigjet atij zorliut? Por nëse më lut. Kush është ai? Po vetëm Allahu. Domthonë, janë lutjet. A shef, Allahu po thotë lutuni ju përgjigjem. Domthonë, lutja ko ka për mua personale ose për një nevojë timen. O Allah ma sill xhenetin. A lutja ime interesi jam. O Allah më irun e vlatët. A është interesi jam. O Allah më jap këtë rrezik, më furnizon me këtë rrezik, interesi jam. O Allah më pështon nga zëra e xhenemit, interesi jam. Ama kur thosh i lash madhruar je o Zot jam, subhanallah. La ilaha illallah. Kemi minuta apo? Çdo. Qëre sa mire ka ilustru Allah në Kur'anin ngjarja. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbena ma khalaqta hadha batila. Subhanak. Për Kur'an, s'ka minutë që mundet me në ndalë, ose vëzhë vazhdo të lutë. Që të më pasha Allahun, mu nalën agjerusi, Ramazanliu, besimtari, mu nalë të që të ka jetë kuranore, më të vërtet, shtrati nuk të më mrenda. Allah po të lavdron ty o besimtar. Kush je marrë unë, Allah i me lavdru muë, halin tem, la ilaha illallah. Allah ka thonë lavdrat për ty o besimtari cili për lutë Allahun dhe për madhron Allahun. Me ban dhikër Zotit, që atët, alladhina yadhkuruna dhikra, ata cilët e përmendin Zotin, qiyaman, në kom, wa qu'udan, uld, wala edhe ratë kur janë. O yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dhe ndalë dhe mendojnë, meditojnë në kriaturën e qiejve dhe të tokës. Në fund çka thonë?
Rabbena, ma khalaqta hadha, o Zot, nuk e ke kriju këtë për kotësi. I madhruar kofsh, i madhruar kofsh. La ilaha illallah, me a thonë Zotit këtë qëra, i madhruar kofsh, pa Allahu Azza wa Jall nuk le bre lutjet pa të përgjigjen. Pasha Allahun. Nuk le Allahu lutje pa të përgjigjen, kur t'ja thish që të kejtë, në fund me i thonë Zotit, i madhruar kofsh, o Zot jam. O Allah, o i lash madhruar. Unë jam i dopt, unë jam krijeset tjertë, ti e kriju si çdo sendit, ti çdo sa e ban me fjalën bëhet. O Zot, unë kam madhrim. Pse madhrim? Se nëse Allahun e lut në kohë të madhrimit, Allahu ti të përgjigjet në kohët e nevojës tua. Për shembull, nëse referohemi pak historisë Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Ibrahimin alayhi salam, mbreti Nemrut zullumqar, do është që ta djeg. Shkruaj histori e shkurtër, mos tim detale se kam temën aty, po du më kthej te madhëria e Allahut. Veç vazhdo. Mbreti Nemrut pasi e lidhën në dashtën të ata gjujnë Ibrahimin në zjarr, apo? Çka i tha mbreti Nemrut? Hajde tha pra ta shohë atë Zotin tënd tha. Lutë tha Zotin tënd tha ç'tash tha ku je? Ibrahimi sa i qetë dhe sa i bindur në Allahun, çka tha? O e kam lutë tha Zotin tim në raste të vështira, ai nuk do të më zhgënjen mua në raste të e kam lutë Zotin në raste të lira, më falni, e kam lutë Zotin tim në raste të lira. Kur jam qenë i qetë dhe mirë, dhe ai nuk do të më zhgënjen në raste të vështira. Allahu akbar. Edhe zaten kur u gjujt Musa Ibrahimi alayhis salam në zjarr, kur u gjujt në zjarr, çka tha? Allah boni thirrje zjarrit, ja nari kuni berdan wa salamun ala Ibrahim. O zjarr, bahu i ftohtë dhe i paqta për Ibrahim alayhis salam. Ashtu historia e ka pejgamberi sa ka thonë që mos i paston edhe paq, zjarmi do të rritë i ftohtë ditën e Kiametit. Dashur me thonë, Allahu nuk le pas dore kurrë. Rasti e Musait alayhis salam. Musa e pat lut Zotin, e pat madhru Zotin në raste të lira, po. Kur herë mos pat ku, o Allah tha, para vetës e kam detin, prapa vetës e kam Firaunin. Çka me bon? Allahu së shgënjen bre kur, nuk shgënjen bre Allahu kur. Çka boni? E qeli detin, kaloi Musai, u fundos Firauni. Do më thonë, nëse ne e madhrujmë Allahun, faktikisht në kontën tonë i jetë e mushën, e raste kur kine, për shembull, ai çka është ekonomist i fortë, çka ban? I ruan hollat, e ruan buxhetin, e ruan fondin, ruan azo dëni krizë diçka, ka në kontën e vetë diçka. Pse të dalë, thotë se unë këto, kur jam konë në rastet lira, i kam rujtë, i kam harxhut hollat. E tash, këto i kam për rastet të vështira. Rahmeti pa shpirti prindit tem, për cilin mungon shumë prindi jam. Allah i mëshiroft. Ai, amin ja Rabbi, gjithë besimtarët, inshallah. Ka për në pak emocionën, falni. Edhe, ai çdo herë e kujtojnë të vdekjen. Edhe i mshejke do pare, kur si dishme ato pare. Dhe ke këto, dhe ke kam të ke para vdekjes. Dhe ke se kujt di gjeve që qyllon puna, dhe ke param që mos kuritë dhe ke dhe pas vdekjes. Do më thonë, ka rujt kontën e vetë diçka. Edhe na duhet me rujt kontën tonë me dhikër. Edhe në momentet kur dalmi para Allahut, e kemi hazër fondin tonë, cilin e kena mbjellë, sepse kjo botë është si një artë, çka të mbjellë që atë keme marë.